rregull shumë i rëndësishëm, refuzimi dhe kundërshtimi i të vërtetës nuk vije si rezultat nga se ka mungesë të argumenteve, fakteve, provave dhe dëshmive të cilat e dëshmojnë të vërtetën. Por, kundërshtimi dhe mohimi i të vërtetës, në këtë rast Kur'anit dhe të vërtetave të tij, vije nga kryenësia dhe nga kokëfortësia e pabesimtarëve që ata e kanë këtë kokëfortësi përballë të vërtetave të Kur'anit famlart. Allahu fuqi plot i urdhëron besimtarët që ata të mos heqin dorë asnjëherë nga e vërteta. Allahu dhul xhelal na porosit që ne të mos trembemi asnjëherë përballë kundërshtarëve tonë kur ua përçojmë të vërtetën dhe i thrasim drejt të vërtetës, si dhe Allahu dhul xhelal neve na porosit që ne në asnjë rrethon përkundër talljeve, përkundër përbuzjeve, përkundër etiketimeve, linçimeve, shpifjeve, çfarë do lloj kundërshtimi që mund të vijë, ne nuk duhet të demoralizohemi, ne nuk duhet të ligemi dhe ne nuk duhet të dëshpërohemi, por duhet që të qëndrojmë fuqishëm në rrugën e vërtet, me plot dinjitet dhe krenari dhe t'u përcjellim në mënyrën më të bukur të vërtetën edhe të tjerëve, duke u lutur te Allahu dhe duke shpresu se edhe ata do ta kuptojnë dhe do ta shohin të vërtetën e madhe të Islamit.